Jo, përballë me Tiranën çdo ndeshje është e rëndësishme, po me Tiranën është një ndeshje akoma më domethënëse për hir të historisë që ka edhe Teuta dhe Tirana bashkë, që janë dy ekipet më të vjetra dhe ky rivaliteti e kam shijuar vetë në kohën time, kështu që jep një rëndësi akoma më të lartë, por çdo ndeshje në këtë kampionat është shumë e rëndësishme. Në çdo ndeshje jemi të kujdesshëm, në çdo ndeshje janë si të në katër fazat që duhet të përkushtojmë, do shohim me vërtet duam ose punojmë çdo ditë, shohim një Teutë dinjitoze, një Teutë që ka personalitet, një Teutë që ka mendimin dhe do ta shprehë atë në fushë. Kështu që normal që ndeshje me Tiranën, sidomos që ndeshja do luhet në Albania, ka emocionet e veta, ka rëndësinë, ashtu si tha më parë, dhe do shohim Teutë që atë mendimin, atë punën që bëjmë çdo ditë, duam ta transmetojmë dhe ta shprehim në fushë dhe tregojmë personalitet mbi gjitha. Çdo ndeshje është e rëndësishme. Ne kemi thënë që fillim do i marrim ndeshjet 1-1 dhe kjo ndeshje është më e rëndësishme për ne. Është një finale e vogël që mund ta quajmë, një ndeshje që duam ta fitojmë, do jemi me të njëjtin mendim, me të njëjtin qëllim. Tani fusha pastaj i tregon të gjitha. Kjo është e vërteta. Presiona në çdo ndeshje, ose mund të themi që pa taktikën nuk fitohet në ndeshje, por emocionet bëjnë ndryshimin në ndeshje. Domethënë duhet dim të kontrollojmë ato emocionet, nuk presionin është pjesë e jetës tonë dhe duhet dim ta konvertojmë në emocione pozitive, në emocione që na jap ato, sepse më mbrapa mbas fitores ose mbas një suksesi, atëherë ato emocionet që kemi pas ose dyshime, dilemat, ato t'japin atë satisfaksionin më brapa. E përsërisim, kemi përsëritur, do ta përsërisim prapë që këto lojtarë, ky klub ose ne të gjithë punojmë për këtë qytet dhe tifozët janë pjesë, nuk është e pandarë në gjithë botën kjo dhe mbështetja atyre është akoma më e madhe që ka domethënie që kemi një spektator ose një tifoz ose një mbështetje, nuk janë vetëm familjet tona, por janë gjithë sportdashit ose njerëzit që e duan këtë klub, e duan këtë qytet dhe që e mbështesin deri në fund, në të mirë, në keqet dhe për këto luajnë këto ndeshje, sidomos për tifozët, sepse këto hyjnë në histori.